I dashur publik, mirëmëngjes përsëri, deshta me u dhënë një raport kronologjik se çka ka ndodhur me qumshtorën Vita. Në rend parë, u shku shteti me i trokit nder biznesit privat, i cili e prodhon edhe shet produktin në shërbim të publikut. Edhe shtetit vjen troket nder dhe thot okay, ti thot dush me na dhon qasje qysh na kemi drejt ligjore me i marr monstrat edhe me testu produktin. Produkti nuk testohet veç një herë, po testohet 10 herë e 100 herë brenda vitit, sepse kompanit qivigjike, qysh edhe kanë marak me bo qivija, sepse kur të bojnë qivija ata tana e shumë fishojnë përfitimin. I bojnë qëto faqevija, për që ato është praktik e shtetit me ardh her pas here me trokit nder, edhe ti qare nuk i hipa i qelë dyrt, edhe me ti marë monstrat edhe me ti testu me kështu ka i qadrat. U shku shteti, i ka marë monstrat, shka kanë bo këta, duke e dit se kanë bo qivija, une nuk po aludoj, po qysh jon paniku këta qështu po na kallzojnë. Duke e dit se kanë bo qivija me sa po duket, okay? Mule, dullën në konferenca për media, e kena mbyll firmën, atë qumshtorën, nuk ja marrë më produktet qumshtin këtyne fermerve, panik. Ka dalë o zotni, tjetër të ke, në kanë ardhë me 25 veta, në kanë ardhë me... Ka dalë o zotni, shka po panikohesh, nëse jenë rrugën e drejt, laboratori e verifikon, e konfirmon, edhe kur që kërkujna, shteti du të me bo punën e vetë. Unë e di që jeni mësu për 20 vjetë rresht, shteti mos me bo punën për popullin, por për me bo popullin për hajnat, për kriminelt që kanë përfitu në shpinën kërris të popullit, e që kanë zhvat kështet e kanë plaçkit. Po, që ashtu jeni mësu ju, prandaj për juve kjo është trishtim, është shok total që shteti po funksionon. Tash le që ishin panikue këta dvet firmës që kanë mshel qumshtorën, po ishin panikue dhe zhvatësit që kanë plaçkit, identifikohen me emën e mbjemën e me nam të madh, që kanë plaçkit Kosovën për dekadat tona. Ramush Haradinaj, Berat Buxhala, ortaki i Veselinovicit, ky Haradinaj, ortaki i Radojqiqit, Ardian Gjini ma dje, kryetari Aleancës për Kosovën, ishin paniku, dha zbon shteti, ka dale, ti po kërkon mu bo kryeministër, edhe hala, edhe pragun s'po mundesh me kalu, Ardian Gjini, edhe po na kallzon që shteti s'po deshka me funksionua, po ku po menon ti mi marrë të vota? Plus, kom po don ti me propozu si president Ramush Haradinajn, i cili po na kallzon që shteti s'po deshka me funksionua, qysh po menon ti me bu president ato? O njerëz të pa aft, e të pa ditën, e bandita, e plaçkec, o zullumqar, nalë në zullumin sepse veç sherën kene me e pa vetës, po mirë mos o dalë kallzona një qështu kushini se ma let po është me ditë, kur po piskat një u edhe po reagoni, s'po ka nevojë ana me bo hulumtim gazetaresk, sepse shumë me thjeshti, po na kallzoni kush jeni dhe çka jeni. Kjo është. Ju me të vërtet, ja për një me jeni që ka që të paditën. Në qëtë nivel, shkon, pa aftësia juaj për me kuptu çka do me thonë shtet, për me kuptu çka do me thonë funksionimi shtetit, ja ju me të vërtet jeni qasi kategorie zhglë e banditve që janë të gatshëm
me shkatru shpinë e vetë, që është edhe na keni kalzu sot dhe sa vjetë, ja ju e keni bishten dikut në zomë me derë, qaq keq, sa që se cila derë që qilet, ju piskatni të menu që është të eshty bishtin të uj. Po, cila do qoftë kjo arsye pse ja keni nis me piskat, ju jeni gabim. Jeni gabim sa të lindni e të rriteni përsëri edhe një 700 herë. E mas që atyre një 700 herëve, nashta, po thomë. Nashta, kejt njerëzit bëhen budal, edhe pajtohen që qashtu funksionon shteti, që keni zhvate, keni plaçkit ju që për 20 vjetë rasht pa ndalim. Paramenojti, laboratori, instituti për kontrollimin e kualitetit të ushqimit, ka dalë ka thonë kjartë. Ka dalë e ka thonë kjartë. Nuk është kry analiza, s'kam përfundu. Hej, të nga tjeta. Thank you. Edhe se më dullë dikush në dhe. Veç ta përfundoj që të muhabet me juve në mëngjes. Ka dal AUV-ja, ka thonë hala s'kam përfundu analizat. Klan Kosova e regjistrume në Serbi. Këta që ja majnë zhagin e mbulimit editorial interesave të Beogradit, kanë rajt, kanë thonë, ka dalë rezultati edhe qumshti është i pastë. Para me nëne. Kjo i dashën publik. Kjo mund bën me menu që, nuk po thom 100%, po 99%. Rezultatet e laboratorit kanë me dalë që këta kanë përdor materiale kancerogene, që shënë dhe të konfirmume për vajin e palmës e këto, në qumshtin që ja kanë shit produktit. Nëse këto gjinden, jo që do të me u përbal me drejtsin, komplet struktura e qumshtit vita, jo që do të më mbyll ajo fabrik. Po, Ramush Haradinaj do të më përgjigj para drejtsis si bashk pjesëmarrës në vrasjen kolektive të publikut, sepse është vrasje, ose tentim vrasje, kur ti me vetë dijet plot, me konfirmim shkencor, me ndalim ligjor, ke vendos me përdor vajin e palmës dhe gjërat të tjera, të cilat janë të ndalume me ligj për shkak të shëndetit publik. Kur ti del me mbështet qatë firmë, tu së rëllat lëllë rrenash, ti e bashkë pjesëmarrës në tentim vrasjen kolektive. Unë kom ju akuzu për qëta, sepse është plotësisht legjitime. Ardian Gjini do të me shku bashkë me Ramush Haradinajn para prokurorisë. Këta njerëz do të me shku në burg për analizën e sa njerëz i kanë mujt këta me ja shkaktu kancerin me qëto produkte. Klan Kosova duhet me u nacionalizu, duhet me u konfisku rëndësisë private që ka aty interes edhe se telekomi i Serbisë, edhe duhet me u nacionalizu, me u pronësu për shtetit. Edhe duhet me punësu njerëz profesionista aty, që kanë nder, që kanë integritet, që kanë dignitet njerëzor, kombëtar, profesional, të cilët e mbrojnë interesin e publikut, etikën profesionale të gazetarisë, të vërtetën dhe sigurinë kombëtare shtetërore. Kjo është domosdoshmëri. Çdo gjë më pak se kaq. Çdo gjë më pak se kaq është e papranueshme dhe ne duhet të reagojmë furishëm. Duhet të reagojmë me egërsi të papar si publik. Sepse këta kanë vendos me përdor materiale kancerogjene për me i shërby qatë produkt në masat publikut. Do me thonë, tentim vrasja e një kombi të tërë. Do me thonë, plani operativ i genocidit serb, që është nalë për intervenimit NATO-s vitin 1999, është në operacion të këtu kompani, në rast të se dokumentohet që këta
e kanë përdorur një material të tillë. Dhe kjo është jashtëzakonisht serioze. Unë e kesha më herët, po jem të kesh prej nervozizmit, prej trishtimit, prej shokut të poshtërsisë të cilët po e shoh për çdo ditë. Se kjo situatë nuk është për me kesh, kjo është situatë për me u trishtu. Edhe është e trishtueshme. Prandaj, keni vëmendje, mos ju besoni rrencave që janë të dokumentueshëm se kanë rajt ton kohën e jetës vet, që janë të dokumentueshëm se sa që e qelin gojen rajn. Ata jetojnë për me rajt, rajnë për me rajt, edhe frymojnë për me rajt. Këta janë njerëz të cilët rajnë kur zihen të rajt, kur zihen të rajt për rënën, rajnë për rënën, edhe pastaj ngulfatën në rrjetën e rënave të tyne që këta i kanë ndërtu tashë më shumë se 20 vjet. Prandaj dashur publik, vëmendje, vetëm institucioneve shtetënore, sepse shteti tash po e dim që është të funksionu për shtetin dhe interesin e Republikës Kosovës dhe popullit të saj, që është themeluesi, dhënësi, dhuruesi dhe mbështetësi kryesor i fundamentit në ndërtimit të shtetit. Prandaj shtetit besoni, mos ju besoni hajnave, mos ju besoni rrencave, mos ju besoni plaçkicëve edhe zhvacëve, edhe medjave të tyne. Vëmendje, edhe t'jeni të gatshëm me reagu. Duhet reagim mbar popullor. Duhet me imshel të gjitha, ose me i nacionalizu, të gjitha entitetet biznesore që i ka qelë Serbia në Kosovë, e që janë me emra shqiptar, e që në flasin shqip. Ka që kisha për sot, faleminderit shumë, e shihemi në raste tjera. Mos harroni me abonu me kronikat e Barutit. Sot del një prej serive të artikujve tonë lidhur me Hagën, ku ne e kemi analizuar dokumentin 711 faqesh të prokurorisë së Hagës, e cila e bazon arsyen pse Hashim Thaçi dhe të tjerët duhet i marrin nga 45 vjet burg. Ne tregojmë, këta na kanë rajt që ata po gjykohen për shkak që kanë luftuar kundër Serbisë, kur e kemi pa në dokumentin, çuçi edhe kemi ditë sa të lumtimeve tona, dokumenti tregon që s'ka të bëj për shkak të luftës kundër Serbisë, kjo ka të bëj qartësisht, thellësisht, për shkak të luftës së tyne kundër patriotëve shqiptar, kundër luftëtarëve të lirisë, kundër presidentit Rugova, kundër lidhjes demokratike të Kosovës, kundër proceseve të shtetit paralel të Republikës Kosovës, i cili shtet e ka sfiduar regjimin gjenocidal të Miloševićit. Dhe pikërisht artikulli i sotëm flet saktësisht qysh edhe Miloševićit i ka pengu procesi zgjedhor i vitit 1998 që presidenti Ibrahim Rugova ka arrit me organizu, po ai proces i ka pengu edhe Hashim Thaçit. E pse i ka pengu Hashim Thaçit, disa prej juve e dini, po shkurtimisht unë po ju tregoj, sepse kemi edhe ato seri të artikujve ku do ta shpjegojmë pse. Hashim Thaçi është puqist, nuk është themeluesi i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ai është rekrutuar nga shërbimi sekret francez me direktivat të shërbimit sekret serb. Dhe pastaj direktivat kanë ardhur që ata ta përmbysin leadershipin e vërtet të ushtrisë shqiptare të Kosovës që kanë themelu dhe t'i vrasin disa prej tyre, siç edhe i kanë vrarë duke nisur me Behadjen Allaçin me 11 qershor të vitit 1998, edhe pastaj ta vrasin çdo kënd tjetër i cili e kundërshton vijën politike me agjendë të Beogradit nëpërmjet shërbimit sekret francez, e cila vijë i ka ardhur Hashim Thaçit si urdhëres. Dhe Hashim Thaçi dhe të tjerët puqist të UÇK-s, që nuk janë themelues të UÇK-s, e kanë zbatuar këtë agjendë. Prandaj jo rastësisht UÇK-ja me në krye me Hashim Thaçin, pra Hashim Thaçi jo rastësisht e kanë nënshkruar kapitullimin e UÇK-s, e kanë nënshkruar Rambujen, që ja afirmon sovranitetin dhe integritetin territorial të Serbisë mbi Kosovën. Jo rastësisht Rambujeja është ende funksionale në bazat e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, e cila rezolut e ndalon të dhe intervenimin e NATO-s. Ta keni parasysh. Dhe në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Zoti Thaçi është autori në nënshkrimit të Rambujes, ku edhe afirmohet sovraniteti territorial i Serbisë mbi Kosovën. Dhe Serbia njihet si trashëgimtare e sovranitetit territorial të Kosovës prej Jugosllavisë.
Këto janë të vërtetat, të cilat ata po munohen me mjegullu, të cilat ata nuk po ja tregojnë, të cilat ata ku po i thojnë Vudi është të bashkë, Vudi është shpion, ata po dojnë me YouTube lëmtimet tona, mos mi lexu gjetjet tona analitike në mënyrë që mos më mujt ju me marrë vesh të vërtetën. Po edhe nëse ata thonë që Vudi është shpion, e Vudi është bashkë, ju lexoni shkrimet tona, sepse ato janë të rëndësishme, se ato ju tregojnë kush vërtet është të bashkë, kush vërtet është shpion, kush vërtet ka punu për interesat Serbisë, kush vërtet i vrau patriotët tanë, kush i vrau luftëtarët e lirisë, kush i vrau gazetarët tanë, kush i vrau politikanët tanë, kush tentoi ta vriste presidentin Rugova, të paktën 2 herë. Kaq kisha për sot, shkoni te kronikat e Barutit, lexoni artikullin e sotëm me thellësi të plot dhe me qetësi të plot. Lexoni të gjithë artikujt e tjerë të cilët i kemi shkruar deri më tash lidhur me Hagën. Ne do të vazhdojmë gazetarin ton pa ndalim. Ata dje kishin arrit me i bë diku rreth minimum 10.000 veta që kishin raportu Facebookun tim dhe u mbyll Facebooku, mi po ne pastaj reaguam në Unionin Kombëtar Gazetarë Britanik dhe fatmirësisht ata edhe pse ishte vonë, kishin reaguar dhe në më pak se 4 orë Facebook është kthyer. Dhe prap jemi këtu, ne do të vazhdojmë këtu, askund nuk do të shkojmë, ne do ta tregojmë të vërtetën. E vërteta duhet me u thonë me guxim atëherë kur është dokumentuar. Dhe atë që e them unë, ne i kemi vërtetuar. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj, ju lutem shumë, prap, shkoni te kronikat e Barutit, abonoheni aty, bëni abonime me pagesë sepse është domosdoshmëri jetësore që ne të mund të financohemi nga ju, lexues në mënyrë që të mund ta bëjmë punën tonë në mënyrë të pavarur. Unë nuk pranoj për jetë tjetër vetë mia me u financu nga entitete të grupeve të interesit, qoftë partijake apo biznesore. Arsyeja pse, sepse pas në atë mënyrë unë e mbys pavarësinë time editoriale. Nuk jam interesuar të bëj gazetari për interesat askujt, pos për interesat vërtetës dhe të publikut tonë, sepse e vërteta neve na qet në dritë. Qoshim e shnetëse në mërinat e veni punës e shihemi në raste tjera.